Sot zani i fshatit na çon në zemër të Hasit, në një fshat që ndërthur natyrën e butë kodrinore me historinë e hershme dhe traditat karakteristike të kësaj ane. Jemi në Gjonaj, aty ku toka ka ruajtur gjurmë të kulturës shqiptare ndër shekuj. Basi pranë meje është banor i fshatit Gjonaj, i cili quhet Gani Osmanullaj. Qashtu. Edhe sot do na tregoj diçka më shumë për fshatin Gjonaj. Bac pak histori për fshatin Gjonaj. Për historinë e fshatit Gjonaj. Pse ka marrë këtë emër? Kjo për që ka marrë emrin, kjo në atë kohë nuk pe di, po thëshin përpara poshtë, ako një katalik, po ka pas emrin Gjon. Po ata tash për qëllin ndryshe, që jo emri ati, po vi që akon i Gjon, apo kupton. Fshati Gjonaj i Gjon. I Gjon, si të rridër. Si të rridër. E nga sa lagje përbohet fshati Gjonaj? Lagje bëhet... Sa mahall? Mahall. Na jemi Osmanull, kar Totaj, kar Shbeqaj, ka Demiraj, ka Lushaj, ka Qoqaj atje poshtë, po edhe ka Brahaj. Ka Cikaj, ka Dervish, po ata jenë dalë kretin shku në shecë. Ati nuk janë këto. Qëto janë, po me ka shemëll me kanun të lekës që janë me fise, me kap në jeri Shaljon, ka gash, krasni që krejt ka pak. Por luftën ka që ati, tash që kjo për të kalëzoj, kemi jek, s'kemi pas asuj, i kemi dy lojzner, kanë bon vaki, gratë tona, kanë shku, tash në për këtë dimën kanë marrë uj atje. Se kemi po shterën verës, po dimnit ka uj. Po tash ma mirë, qeshme në kemi këto, vjen pisa zelt. Janë kryu kushte. Janë kryu kushte. Kemi shpinë e kulturës, su kërduhet, rrugët nuk kalon se e kemi kryetarin e kemi Gjonja. Nuk është salë të më konë kryetari Gjonja qasë, pa i ka punu për kretë, se i ka marrë 2 mandata. Qërë, kur ti mersh 2 mandata, dje që ka punu mirë. Diçka ke bëha. Se unë jam i zëtë i shpis. Me hecë unë e keqë këtë fëmija shkojnë të dhash. Kësha është. Po këtë shkoj unë mirë, edhe të mija shkojnë mirë. Se s'ko qara bashku. Shumë e sa. E 2 fëmijë djallit që jam më ta, se i kam 6 djem e 2 vajza. I pa qmejet. A mjët me gjath ju, ja kemi po herë në Hasionët, atë kam drejtët. Që to shpija kur shkavës në kishlonë mi maru. Shto ketë mas luftë e në bo, ketë i mi konë shkronë. Kur i marrë unë, kom najtë shatarë, ketë i mi konë djegën. Po dashti Zoti, se thëshin plesh për para, kur të kallësh, e ki bërëshjetin për mas. Pasha Zotën duli që ashtu? Bac, cili ka qenë roli i fshatit Gjonaj, jo vetëm në Has, po edhe në Përgjen? Qërë, roli qyshet për të moshmit për të kalëzaj tash. Jo që ta... Po krejt shka dëndi? Shka dëndi. Molla Sahiti, akon hoqë. Po, janë ta hoqët kër i ardhë të shpija kulturës, aja rrugat që hen të poshtë.
Po, ai i shkon i Zoti. Po qysha e ka mu. Kur i shkon në liel, theshin, në për oda i në konë, se tash, oda onë s'po thatë. Tash bili, erdë në musja kalli zjemin, erdë në da kryshike, bili edhe aja, kisharë kënë atë. Po, të vjedhe të zëjzit e theshin. Ishin kënë mbledh parsimi atjera, i kanë thonë, suër tash që për suër në shpit, që në kulturë që në bon për gjoqet. Edhe, Molla Sajiti ka dreqoqa, i gjonje. Ajtë kush po qohet, më folë kush po qohet, kanë thonë po qohet Molla Sajiti. A që Molla Sajiti ka folë, për që t'i detë mu largu për Serbijës. A jenë konë 2010, tash, sami jenë konë, mas se e kanë kry atë punë po. Hoxha kur ka folë, ka dreqoqa i ka nejtë, sërmen i thojshin atyre, i ka nejtë në komë më pushë në dorë, se më spevrat kush. A ku një meqëm. Edhe, e ka mojtë atë mbledhje në Shkep, mas një orë e kanë rrathu shqiet aty, po ata jenë lërguë. E para qati që është. E dyta, Hosi, këtë i në Shkup, për para, po beglerë të Gjakovës, se para, ta thënë qafër. Një për të lojnë, amanet, se do këtë omëll për dele javë. Dele thartë në fond. Thartë në fond. E shohëm të shka për bonët. Ajo më gjerë mas mbrami, për të kalzeja ato. Kër i në Shkup atje, e ka rrotlu begi i Gjakovës fjallët. Se në Shkup me liftu, me largu, me bo ato me ne. Po, parja shkive, parja e Macedonë, që janë Macedonë, se jo shqiptarë, a petës që në mirë me në reti, edhe e kishë pas morë një, ja këshin pasnon një qyp me lira. Djalli vetë, thaj kitha, o, vrani babën, bese e shiti Kosovën. Se së më nësën për e vrasë babë e kam. Po vrani se mu i hongri parat. Do më thonë që kur t'i hajsh parat, të shetë vatanin. Po vatanin nuk shitët më pare. Se ti, edhe fëmijët e tanë duhet më jetu këto. Unë shkatë tash, mësë më pasu, i pari, baba ka ditë, baba e më bisimë e emnin, ka ditë ushtri kur a shkuve, ka ditë me shku emnin e mbi emnin, se s'ka ditë kush me shkujt as me lexuar. As me lexuar. Ta shëqërë, këtë fakultetet, këtë magjistra, këtë vëdall. Tash, ma shumë shkolla, ma shumë vëdall. Ma shumë vëdall. Pak shkolla, ma shumë meqa. Ma shumë meqa. Nuk po jadim rëndësin. Jo. Nuk po jadim vlerën as rëndësin. Parja. Në gomë shkanë të ta. Qërë është dhe... Gjithi, parja mundën, se pa parja nuk bërë. Duhet më jetu. Po, ka dek tash një kujshi, lëmë një lusha, nështë ja kemi zonin, qatë ku të vorzët. Jo, po tash e kemi marrë vesh kush akome. Dhe pas të fëmijën e djallit, punojnë të taj. Po nuk është shumë pas ditë se kush është. Po kur avorros me ushtri. Me ushtri. As nuk ka ditë kush. As vllazët e vetë nuk kishin pas ditë se kush është lëmni lusha. Tash, kur e ardhën ata, kur erdhën ushtarët, e me vorros e ka pas me mija edhe ma shumë se për pajtimit të gjagjme, po dëshiri, bonin ndeshje, edhe të kryes. Shka ka thonë ai, por nëse shumë pas ditë, se e kryetar, tona i shkon
në Kosovë sha, po edhe në Kroaci, po tash ja kanë mojt pomën edhe në Kroaci, në shu Kroat e kanë ndërruar për vdekjen e tij. Po do më thonë që duhet me lon vepra njeri. Me lënë vend, respekt. Respekt. Jo ti më budall, djali se do në babën e nonën, po kusht ka bo? A bën thmite? Shem, mëse... Po. A i dënë? Pa tjetër që po. E qysh mësë më dasht ata ty mrapra. Ty është tash, nuk pëdi. S'po mund pajtohesh. S'mund për pajtohesh në më këta. Nuk është që kur dahësh, Po. nuk mruse edhe bletën, Po. këtë mrushet krubën në shërën. Në shën. Edhe duhet më ardhe i revi. Po, kur budalla kanë thonë, në qartë katonën. I meqëni, nuk qëtë më thonë jam unë, që shtonë. Po tash më do këtë vepra suraj që e ka bon. Cës me bon këtë tjetër, cës të mësohet? Fjallë me vend. Ha? Fjallë me vend. Bac, Fol. kush janë disa nga ngjarjet më historike që kanë ndodhur në fshatin Gjunaj? Edhe Lusha, edhe çysh i keni raportet me fshatrat përreth? mirë. Mirë. Mirë i kemi, jo sal më rrëth, po hase, ku të shkon, nuk ka problem. Apo do Kroaci, apo do Sloveni, apo do Hungari, apo do Magjari, apo do Gjermani, apo do në Amerikë, Kudo. këtë janë tonët. Disa Po një tjetër, po do më thonë, që pak ka jo, edhe ka na, duhet më lidhë më shumë. Shqipëria edhe Kosova duhet më lidhë pse e kemi almikin gjithherë në sulmon që dy herë që ujtë më në lorë srujnë, e ishtini mine, kush e boni ato? Shkalla boni. Tjetra, nuk mohët tash, pa kam qef unë, nga një i ka 8 vjetë shkollë, se du më po kryetari i Kretëve. Ti mësë me ngu gjukatën, mësë me ngu fjalla vjerë tjetërin. Shtatë thamunër, mësë më në verhoqë. Po në verhoqëa më paskonë, su kur duhet, sot desh maj mirë në Balkan. Maj forti në Balkan. nuk e ka përjetu kohën e verhoqës. Baba jem a shku andej. Kur të qika vetë. Po, ade me letra, 2-3 herë, se akon kënë zotë Prishtina, të herë me shkijet. E më vetë shënën betërë, kur shkova atje, më thot të qika, bazë. Më ka të rish, më shëllë kojnë. Beshtu je marrë me po qikën, edhe u kuj më abiri. Po një ganinja i atyne, ajo është të atje, po ajo është më shkollë. Po, ju e ka rasti, ajo di kjo shumë mirë se qysh. E ka shteni, unë nuk e di, nuk e kom pa, po i ka pasë në shtatë do vepra të mira. Nuk po thamë që tonë të shia. Po tash i hupe avionet, i hupe tankët, i hupe ande, më shka me liftuve. Duhet më konë fabrika më qelë. Së ne jope neve të tonë ata, ti përje më pare për blenë. Pse për blenë më pare në bëdojnë si jemi, më shkolla kretë? Apo e doktori më ka preje, 2 herë më ka preje, më shnoshi. Po dhe fabriket marohen. Më shku më blejë munision. A jarë një ko qef. Po ti duhet vendin tonë me rrugullu. E lusha është, na jemi, na më tonë tash, neve asmonoga i kënë thonë parit, a galarë. Që shërë konë a galarë, ka pas pasunin shumë. I ka mbajt vërfmrit,
Kam bajt edhe i ka bjetë e në ata varë. Po, asë më nova i kam thonë. Mi gjadoha atërë. Po, aj, qysh më thej ki baba, nuk ka këthi shohër pa konë një mikë. Më kaftarë kush, i ka thonë një kërshis, hajde se së kom hatë buka. Po më rrijet vetëm. Vetë. Qështu. E ngjarje historike që ka ndodhur në fshatin Gjonaj, unë për shembull e di që me 2 maj të vitit 1919 këtu në Gjonaj, te Kodra Kalemi, Po, ose Kodra Pajtimit. kodra pajtimi tash. Ka ndodhur ngjarje historike pajtimi i gjashtë. A e man mend atë ditë? Qysh. A na tregon pak shkurtimisht Po. si e kujtoni ju atë ditë? Ajo dita konë e rrëthunë këtë gjonit i një konë të rrëthunë me tenga. Po, ka dorë zoti, edhe nuk ka boja, se pak më pas asi, a konë ajo më zvetë. Mu bo masakër. Po jenë falë gjashat, jenë morë mrëk. Qatë ditë jenë falë zdis, tash s'tika me të gjehë në vish. Po të thamë, ja i qenë kësur gjaqe që në konë e rehne, apo të bjenë në pa të hinë, pa dalne, i ka ja rejemne, i ka konë kërësore, Anton Qeta. Bravo, i koftë, i shala, aje ka shku, në gjenet thoi një frapjene. Anton Qeta, a konë kërësori po kretë fëmijë të tanë. Ba djeli e më shkollë në fakultet, ka shku në për kretë fshatërët, e ku ka sukur ti që i ardhë, o duhet më dalë, se duhet më dalë, se për jesëm për në mytë, për në ta sheh bota se sha po muatë. Sa ka qenë paka shumë numri i banorëve? Numri i banorëve, pa të thamë tash, këtë ajo që ka abullon ta, e djetë asfalti, këtë akon gjemë. Tash më tonë, a jenë konë 5.000 jetë, 10.000 jetë, a ku më ta ditë se sa. Si kanë zonë, sa tjere në ka pas kjerë. Këtë kom jenë armë. Këtë Kosova ka armë. E tash amet koncerti që 30 të kësur vjetë që mahet në fshatin tonë. Si ndryshë jetë në fshatin Gjonaj mas asaj dite? Mas asaj dite, mas lufte, se tash 3 të tarë. Unë vetë, mrapë në jam shumë në Serbia, e kom qelë dohojë, i kom rujtë se 8.000 zarë më rujtë gëvonë, po kam punu atje, e kom prunë. Shkova i hermën e atje me hina në, se erdhe inspekcioni, më tha duhet me hi nërë social. Ja, zman. Po, mërë për hinë. Hina nërë social, edhe atjeri në konë dinar. Po, arja shkiva, edhe sot është Dinari Serbë. Dinari Serbë. Mas një viti, shkova atjeri në posti, s'ka pas banka, asa atje s'ka pas, me s'ka konë Beograd. S'jam të thonë, por Krushovas nuk ka pas. Në zhurë që të kom me 5 vjetë kësurë. Po mas lufte, i kom djemë të aty, i kom pas 2 dohaj. I kom lonë krejt. Nishë me pushtu djemë. Edhe shkova në post, thash një letrën që me dha në social, një sërbë atë, atëheri kom pas 5-6, aty me të thash nuk e din të shkru në fëmit. Aja për nisi me qitë parë, lap atë. Aja shkabë thot, pëse më të dhe tha ti dhe gjatë të parë. A unë, ti dhe ki dhe një thmi, ti dhe i ka 5. Bo një 5 që kërë. Tash i kimi ndalë më në thmit, me bo një 2, u bo kiameti. Qysh vë tash në këtë sasis për bëjnë një bilit 3, qëre 2 janë në hu. 3 për pjetë, rritët numëri.
A unë që se mu s'kam vlësha. Shështë. Po, që është të puna. Tu akon, krizë e molla det, që sukur që kjo lufta që na qiti të jo, tu këna pështu, këtu ka bon, shka s'ka bon, sukur Izraeli që përbën në Palestinë, mu nuk pëmdohet mija. Por, në foka juve dhe jonja se Izraeli ka dosh Amerika me lonë Shqipni. A din të ato ajo, nuk e di, po vetë në kona tjep ma tasi, po se qysh i ka orë puna, edhe në Kosovë, po ja qoj Zoti e qoj që atje, edhe se Gjermoni ka dosh mi kup ketë. Cilat janë disa nga traditat e zakonet e vjetrat hasjanme që ruhen edhe sot e kësaj ditë këtu në gjonaj? Traditat e tona halo veshën kontarë, nuk e kanë hu. Dasmet, kapak, i kanë, pse, më thonë taj, pse, 2 fëmijët e djallit, edhe sot ka shku jarrat këtë dëmë me nruzë e artë njënë e luti shumë, e merë 2.000 €. 2.000 € i pojnë 4.000. 1.000 bjernesër, a i pojnë 5.000. 5.000 € në 3 vjetë, 2 vjetë të hunë edhe nusa, jo mjetë, shka ma hongër, ma? Ha? I ku më bote edhe të 3 vjetë biloj, me ma qitë, që marë me folë. Me të shni, njëherë, unë shumë i asip, se unë shumë këtë djalli, erë njëni për juve 100 kg peshkë, ku më qumë 100 kg, apo mesha, apo donë pula shkone me asip, edhe shpët nuk të hatë sa, se kanë të shkohen më homër, qëtë ma i thëmë nusës një copë, unë atë klipë, ja petë. Po, në që pësëm hatë prapë. Prapë. Traditë tjera, që kjo është e mirë, po që të darsmë tash, përshkon në atje, o pasha zotën vesh për lamin. Në restorant. Në restorant, shka ma hongër kërë gjo, qëra borri. Janë nusë e gëzën shpinë tonë. Për para kemi gëzu shpinë tonë. Kemi bon darsëm me asë, ka akon kohare, me qysh më thonë, mesh sa të mundësh me atje gjenë ta qetë një tra, edhe kur delsh për jeshtë, ta duhet 1.50.000, e 20-30.000 €. E i pa ungim. E pa ungim. A të shumë budallak hona? Pak po. Apo? Pak po. E ajo, po dojnë kapak, me hupat. Me izbe traditët. Ja. O, jesho shpinë tonë, ma. A ka në i fest, këtë në gjonë, në hasë që e feston krejt katumi, që lidhen krejt pëshati, edhe e feston krejt. Po, barami, 2 barama janë, barami madhë, barami vogël, Shin Gjergjën, e mojna, edhe traditet e me dekës, janë që tash ka dek, a ka dek në Ljubisht, a ka dek në Demjan. Shkoni. Shko më po. A ka dek për Prizren. Që është i joni, po dhe që së është i joni, e gjonë peshkirin, himë rëndë me shnoshëm kryet dhe dalëm për jashtë. Po, një porësinë e shqiptarëve kam bashkë më mdjellë, si Shqipëria, si në Thënagore që i kemi Ulqini, që i kemi në Macedonie, shkupi keqë shqiptara konë, po e Kosova, Shqipnia. Fshati Gjonaj është një ndër fshatrat e Hasit ku trashëgimia kulturore ruhet në fanatizëm.
veshje tradicionale hasiane të punuara me dorë, këngët e vjetra me qifteli, dasmat e ngrohta, e mikpritja e rrallë e bën çdo vizitor të ndihet si në shtëpinë e vet. Këtu ushqen zakone që kalojnë brez pas brezi, duke mbajtur gjallë identitetin e kësaj ane. Sot Gjonaj është një fshat që ndërthur të rejnë me të vjetrën. Me përmirësimet infrastrukturore dhe me gjallërinë e jetës së komunitetit, ai mbetet një dëshmi e vazhdimësisë së shpirtit hasian, punëtor, i fortë dhe krenar. Jemi në një lagje të fshatit Gjonaj dhe këtu pranë meje është zotëria Hasan Cikaj. Po. Mund të themi që je edhe pronari i kësaj kulle? Po. Okej. A mund të na tregosh pak historinë e kësaj kulle? Po, historia e kësaj kulle daton qysh se moti. Mbi 200 vite kur e kanë ndërtuar në atë kohë së gjyshërit e mi. Së gjyshërit. Po. Ata që e kanë bën ndërtimin, mjeshtë qysh me thonë ata, kanë qenë dibron. Gojëllana që na ka tregu lokja gjyshi. Edhe kanë punu prej në atë kohë, deri në ditët e sotave është bën një renovim. Se ende i ka këtu pasaj kohë. Okej. Sa prekën e hiç shkulla si kull. Kanë jetu këtu një lagje e tërë, gjeneratat ndryshme. Fshati në atë kohë nuk ka qenë, sikur sot që është i madh ky fshat. Ka qenë fshat pak më i vogël, mirë po është rrit, është zhvillu. Ka një sipërfaqe kogja si të madhe. E kështu, renovimin e kësaj kulle kanë fillu, më ka pas dek një vllai ma, kanë ardhur me pa njerëzit këtu, edhe kanë pasi objekt i moqëm. Edhe mandej kanë marrë iniciativë, me iniciativën e Aziz Hodajt, jenë bon këtu ndërtime, këtu punime, e falenderoj shumë. Për ndryshe nuk di çka me thonë ka pasë. Raste ndryshme më kujtohet agjën teme kanë vrarë. Po. E kanë vrarë pushteti serb, Jugoslav në atë kohë. Këtu më në alfak prej këtij veni. Të shku me qu në atë kohë për më bën gati nusën zeth. E ka pas nusën prej Shqipërie. Edhe të shku atë e kishin në pris edhe e kanë vrarë. Mandej sa problemat që kanë qenë të në familje. E babën e kemi pas vetën mandej. I vogël, dhe u rritë më dhe na u bon, qështu. Qëto janë paka shumë historia e kësaj kulle, kjo e ka historinë e veçantë vetë se janë vizatimet janë. Çfarë vizatime, çfarë simbolika ka kjo Po kulle? që ka simbolika për shembull që as unë nuk e di, ka dy gjerprinj për rujtjen e shtëpisë, është ky vizatimi këtu, ky shka simbolizon tarikatin me siguri diçka, sa as unë nuk e di, ka ndaj vizatime tjera të ndryshme. Po. Përveç se për të banu, kjo kull për çfarë ka shërbim? Për kjo në atë kohë ka shërbim edhe banim i njerëzve edhe i kafshëve. Edhe i kafshë. Po, bashkërisht, në kotin përles, no, janë konë kafshë, janë konë ajo dhoma që i kanë thonë që kanë bën gatimet në atë kohë, edhe nalë kanë najtën familjet për banim. Kështu se është konë kjo. Po gjatë kohës luftës a ka shërbim për diçka kjo kull? Gjatë kohës luftës, kjo e konë e banune edhe gjatë kohës luftës. Vetëm mas luftës, mandej mo nuk është e banune. Mas luftës mo nuk është e banune. Mas luftës mo nuk është e banune. Kush e ka marrë përsi për restaurimin e kësaj kulle? Komuna Prizreni. Komuna Prizrenit. Po, Komuna Prizreni. A mundesh me na tregu pamje brenda kullet? Po. Që të kemi një ide të qartë edhe për shikuesit? Po. Të vazhdojmë sipër? Po. Se këto shoqe që kam punë Mundesh me dalë. Këtu në atë kohë, këtu kanë qenë bakia, lopë, çka më thon. Po. Mandej aty e kanë një supë e musafirëve veç. Këtu e kanë oxhaku kuzhina. Po. Këtu e kanë ato gjona tjera si fllanik që i thonë na, Po. E kështu e kanë. Që kjo objekt që është... E ju vetë a keni jetu? A të para me jetu këto? E ke arrit atë ko me jetu këto? Po, e kom arrit, e kam gjatë 3 vite, e kom arritën. E kom arrit. Tash mund të më shku edhe në kotin e sipër, që me po edhe në altë. Kështu s'ka qenë jetesa në të kohë. E çfarë vlerë ka kjo kull për ju? Për neve ka vlerë se është një simbol i moqëm,
që muj me thonë që në gjonaj nuk ka, po besoj edhe në përfshat në tjera. A shkulla vetë me në gjonaj? E kulla vetë me në gjonaj. Gjonaj. Po, është e vetë me kullë në gjonaj. Qështu? Kjo, mas restaurimit do të përdor për ekspozit? Po i besoj që për ekspozit do t'jetë si muze. Po, do t'jetë si muze. E ju do jeni ciceroni i kësaj muzeje, ju do të arrafeni gjithmonë historinë e kësaj kulle, përdesa ke qenë edhe vetë banor i kësaj kulle dhe është pjesë e jetës tënde? Po, ashtu. Po di mrena mundësive kur gjindë në kësaj pore, kush vjen me pyet diçka, shka di i tregoj, por nuk ka puna që di ku më i sa mirë, po tregoj pak edhe zonat e ndërtimit të kullës. Unë se kom po atyne që tregova aty ai si zog, si pull. Kanor arkeolog do më kërthon që ku konka. Unë jom rri që tu së me se ke ditë. Se kom ditë. Ka pos më ndi do far qipa, i kanë thonë qipa. Unë kom mendu në atë kohë. Shumë është interesante kjo. Nështë keni ndëgju për qipat. Që njoni për qipave. Unë jam e re. Rego, pasash keni ndëgju historik, shto. Qërë ku më qipi. Edhe ka pasë në përshdo dhub kësh pasë qipa. Veç asaj që i kanë rujt minat materiale në atë ku monedat. Këto këshin pas shërby për një gjonë tjetër që pak kush muhe me ditë se shka ka shërby kë. E për çfarë ka shërby? Kish pas shërby kë, biseda që jenë bon këtu në dhubë, me thithë zërin që mës melonë më përhapë, mës më lidi kush nga jashtë. A dhe unë jam që ditë shumë, kur kom dëgju këtë prej arkeologëve që kanë qenë tonë. Se unë as vetë se kom ditë mirë, pa ata ma kanë shpjegu. E do manë, kjo qip është kështu se ndërtu kjo objekt është i palëvjetshëm. Ato tjera si kemi ditë, edhe i kemi thy, se këtu ka qenë pak një pjesë e renune, e kanë renovu. Bëllëm vjeshtet kanë qenë bashkë kukësit që kanë zidu këto gjone, që për shifët kanë punu dhe shka, halo ka më punu. Ka për me bo. Po, halo ka punu. E falim drej. Edhe ata shka kanë punu si punëtor, këto, veçantia zizhoda, në mëndej konvendin komunal, kolegët ati kresh kanë interesu për me renovu një objekt moqëm, se nuk ka tash për tash këse objektet moqëm. E me kalimin e kohës, besoj që edhe gjenatat e tjera, ka më duk të shka interesant një objekt i moqëm. E vërtet. Mendoj që kjo kull duhet jetë pjesë e trashëgimisë kulturore të Hasianëve. Besoj, edhe unë besoj se nuk ka tjetër këtu. A keni një fjali, një mesazh, një porosi për shqiptarët? Për shqiptarët, një porosi, nuk di shka të them, për mirë për porosit janë që ku të gjojnë që si monumentet vjetra, është mirë me renovu, me rujtën, që në okupatorën ditje kemi pasën, edhe prapë me pasë mundësi japet në okupon, mirë për neve duhet me pasë interesim që sa ma shumë me pasën objektet muqme edhe me ditën që historinë tonë. Që janë pjesë identitetit kulturor shqiptar. Po. Zotri Hasan, falenderoj që ndave kohë me ne, na tregove pak për këtë historike. Shumë thjesht diçka për ma tepër, nuk di as unë shka me kallëzu. Ishte mjaftueshëm. Ishte kënaqësi dhe faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit. Të mira. Faleminderit. Jemi prapë në fshatin Gjonaj dhe këtu pranë meje është një zonjë punëtore Duart Art, Hikmet Brahaj, e cila ka vite që merret me veshjen tradicionale të Hasit, që është një pasuri që trashëgohet bespatërse. Po, si zakonisht, prej nanës. Prej nanës e kam mësu? Prej nanës e kam mësu. Kom pas qef qyshe vogël. Si tradit, kur punoj që nana jeme, atëherë ka punuaja më vek, që ju i thoni të zgja, po dhe kanat të zgja, po dhe kanat të ne, vek i thoni. Ajo ka punu zakonisht gjatë sa konë vajzë, tani kura martu të burri prap ka vazhdu, tani unë ju martu, po edhe unë e këjë marë, sa jem konë të baba, kom punu edhe unë me nanën, bashk, po kom pas qef shumë, si zanat, e kom pas qef që me trashigu për nanës teme. Sa ajo ka një zoj që shumë njerëzit e kanë pas lakmi duart e saj.
Ajo ka punu jashtë mase, me duart e veta I ka majtë fëmijë. Si ajo kohë që jo konë. Me që zanatin e vetë, dhe më thani ka rritë fëmijët e vetë krejt. 5 djem edhe 2 vajza. Edhe ti e ke trashëgu. Une, kur u martova, e kam pas qef po kushtët, nuk jenë konë dhaq për mja nisë. Tani, me kalimin e kohës, dollëm këto në shpinë tonë, burim tha, a ke pas në qef thash me këtë tradit që se kum vazhdu, unë vdes. Thash më marak. Tani më ka thonë, shko bën e kursin, e kom bë kursin, a këto nona mi ka mësu. Këto pa kurs. Kjo është trashëgimi e nonës teme. Ajo më ka mësu, për shembull, se tash në qitë moshën teme, roll kush I bën. Janë më të moshume. Po, janë më të moshume, që për shembull këto, shka I bëj une, këto roll kush I din. Se nuk I bojnë. Këto që I prej une, edhe I kepi, këto janë roll kush që I bën. Se s'ka mo tash. Na jo. Këto si din mi prej as mi kep as kur gjo. Këto janë treja, tash që bojnë treja. Dërsa këto janë vjetra. Vjetrat unë I shëndrejnë treja. I baj, I qëndisi më makinë, I prej dhe I qepi më dorë të mija, po nga zanati nënës. Ajo dihet. Se unë mosha jeme, për shembull këto nuk I din. Po unë nënën e kom pas, edhe kam nonën, një princesh, që çdo nonë është princesh, po unë e jam do këtë shumë. Mashallah, pas jetë një edhe ajo I mi ka mësu, kur kom qelu në lokalin, ajo ka majt me këto knishët që mi ka mësu mi prej, edhe këto, dhe më thonë ajo mi ka mësu, sa ajo ka pas shumë. Edhe me janë me mlu, I baj vetë. Amo që edhe këto ajo mi ka mësu, E zonja Hikmete, çfarë materiali përdor përgjithsisht për veshjen e hasit? Po, për shembull, pej. I plik, që I thojnë në Turkije, po pej si I lesh që palam, këtu, për shembull, përpara jenë kanë pelhur e naneve tona. Dërsa tash kjo blet në Turki. Këtë material nuk ka më në Kosovë. Rall kush që e bën, me vek, sukur I kanë bën nanët tona. Po tash, këto më marrë në Turki, vetë shkoj, më gjithë burë, I marrë në Turki furnizon atje. E këto I bëj vetë. Për shembull se këto të moshmët shumë pak oj. Shumë pak e hiq, thuja. Tash ja kanë nis pak më shumë për që tyneve më marrë. Që to janë t'i bë më shumë. A për pelhuar 2 veta, nashta më thonë 3 që janë has që bëjnë pelhura, është goxha më një çmim të nalt, se nuk I bëjnë më. Se çdo send që është më pak që e bojnë, a I çdo herë është më I shtrenjtë. Kushton më shumë. Po, kushton më shumë. E për që ata, tash ti nuk e bojnë. To I marrëm Turkije. Ka, po pak, shumë pak oj. Nuk është që ka nej shumicë të madhe që I bojnë. Se tash, nënët tona, për shembull unë, ja ko marrë trashëgimi nënës. Po dikush tjetër si ja merr. Edhe pse ka njeri në shtëpi që I punon me të zgjat, I punon me dorë. Desha dhe më pyet, a ka interes nga të rejat? Ka apo interes. Apo veç me vesh? Jo, me vesh kanë qef shumë, sa është vesh shumë e bukur, edhe pak këtë veshje në asni nuse nuk e marrëm. Unë për shembull 3 djemi kam të 3 kam qef një bo, se e du si vesh. Edhe kom thonë, edhe në rrasë se veshin, le ta lojnë që aty, unë e du një bo. Se pa ata në asë një nuse nuk e marrëm. Apo ma bo dhe një nuse që janë të jarë, po... Jo një nuse zemër s'ki nevoj, po me të vesh po, kismet, edhe ki më dalë fenomenal, ki më dalë e knashë shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Veshja hasit besoj vetëm në për festa sot. Po, sot vetëm në për festa. A ka gron has që e majnë jetën e përditshme? Ka. Shumë pak. 10% që po e majnë. E majnë çdo ditë. Ama s'kan gjona që na në lufti me djeg, ato të vjetrat janë djeg. Tash për shembull një nane jonja, këto s'mundet me vesh, më dal. A e duhet mi pas pak më artësh. Me kalimin e kohës si të vesh edhe ato të tregoj, se I kam edhe ato. Kam marrë disa gjona prej njerëzve shka mi kanë sjell, kretë unë jam ku marrë, për shkak që për mirë na edhe me qëto dizajnet e traditës moqme, dhe më thonë veshje kombëtare, dhe më thonë për shkollën kur të bëhet festa, unë I veshin zoncët me kanjacët e nënëve tona, me to teshët që I kanë vesh nënët tona, sot nuk ka ashtu. Vetëm
pak, shumë pak. A pakët veshje, asni darse me u batë. Dhe më thonë, asni njuse, e asni shpije pakët veshje nuk e qëtë njusën, se kemi si tradit. A nuk kështë përtu unë e veshje dhe ti na shpjegon pjesë për pjesë. Jo, nuk. Vazhdojmë. Unë bazën e kam vesh. Kjo është këmisha, që ki vesh, këto janë dorëzët. Dorëzët e veshës hasit, këto janë qinët. Nërsa kjo që ta ndoj tash, është fundi madhë. Që shkoj me fundin e madhë, unë të spjegoj ty pjesë për pjesë. Ma këthe korrizin. Qështu. E pak qëtu dorën. Shtrëngoje. A ta lidhe? Veç pak, sa ta ndrejqi unë, ti ta një lija. Qëtu ta shë shtrëngoj. Kujdes, në kalëzën ti kur bët bëmë balë, se për se kjo të në shtangu. Po e di, mirë. A ki mirë? Mirë është. Okej. Kjo është fundi madhë. Dhe më thonë që e veshëm për fundi këtynve kanjancit kuq e tjerave. Koloni e krejta më radhë. Ama si veshje, është shumë e mërzeshme me maru, për 2 vjetë ti s'mundesh me përfundu. Sa ko duhet? Po, ja, për 2 vjetë ta s'mundesh me përfundu. Me punu sistematikisht 2 vjetë. Një person. A me përnu për shembull me shkep në për njerëz, në për gra që punojnë, e punon edhe për 1 vit. Se ja jep dikuj një, sa shumë veshje e mirë, ama shumë është e rëndë për me punu. Si veshje, është shumë e rëndë. S'mundet me bën vetën dikush për shembull. Ta shtjenojmë kolonin. Kjo është koloni. E din edhe ju në hasatje qësh i thojnë. Koloni veshjes hasit. Kini pas në shtova ju dikon që. Me këtë veshje jo, në kena ata tjetën që është veshja kuqe, që i thonë. Kini edhe na nusë hasit që e veshin, ata zakonisht e veshin për çdo festë që kemi na, e veshëm në tonë, ato veshin të vetën. Sa jo tradita vetë. Dhe na kemi shumë qika që janë në për trevat tjera të martuni, këtë veshin nuk e veshin, mirë po ato e veshin. Nuk dojnë, kjo është gjemedani, që vishë tash për mikmishën. Që ashtu. Kjo shuka, që ndohet për mikollon. Kjo për veshja shumë e bukur. Një është mose. Po për e zamet shumë shumë. Dhe gra për festa vinë të unë i veshje në kolla. Po tash gjithë shka për para ju kena një mu, shoqja shoqës. Tash gjithë shka u bë më pare. Se s'pe do kush, me vesh po, më këcy. A për me pas për tjetër, ja. Sa është edhe kjo festivali që organizohet e ju hasi e hën? Po, është shumë festivali mirë, edhe ka loj që vinë prej hasit krumës, prej gjithkujna. Vinë festival. Që? Ta shtjendojmë kanacin e kuq. Kjo është kanaci kuq. Ma e veç pak qëtu. 1 orë të merë me vesh. Me desh. Me desh është ma kollaj. Me desh është ma kollaj, po me vesh të merë 1 orë. Dhe kur ta vesh ishtë ta shtrejet, nuk e majnë ku më ditë se sa, po nëna tona kanë fjetë më ta jenë në romë, më ta jenë që më ta jenë më ta kanë bo fush më ta, tash nuk është nej ku më ditë shka. Ajo normal se trejave ju do këtë shumë zamet, ha? Me majtë, po kjo është shumë veshë mirë me majtë për paku. Nëna tona kanë punu më to, kanë korë më to, kanë bo gjithë shka. Kanë prashite, tana gjanat i kanë bë me veshjet hasit. Dhe më thonë kur pa u lullë. A na për 1 orë hekum të e vesh. 2 orë e majmë asë majmë edhe e deshëm. A pa vesh nuk e lojmë.
Po jo së kur ato, a? Ato kanë majtë shumë. Nëse majmë tash. Është veshje shumë e bukur. Si veshje është zgjidhja ma bukur, më thonë në shta, në botë. Sa është shumë ngjyra. Normal sa është e hasit. Gjithkush e lëvdon vetën, a? Po. Ta shihikëm këta pejtë, se këta nuk duhet më dalë këto përpara. Edhe më vjen keq shumë më do, për shembull si këngëtarët, ose si na i skeq që e bojnë, që e për keq përdorin, se nuk din me vesh. Nuk din me vesh. Nuk din me vesh edhe e veshin keq. Bile aq keq nhihna që nuk e ki idin. Kur t'ja u shoh që nuk e kanë vesh. Mos e vesh hiç. Ma mirë. Ma mirë mos e vesh hiç, se pe vesh ashtu për gjëna. E kam po ma herët një këngëtare, ajo shumë bukur se çdo kush e ka qef. Unë nuk jam te shti për shembull që pse ka vesh, se gjithë kush e ka qef. Edhe unë tjetri, mirë po kur nuk din me vesh mos e vesh. Mos e vesh se edhe ti keq del, po dhe si vesh e diqysh po ndoket nuk e përfaqëson tamam po pra. Nuk e jep meritën e duhur. Po. Nuk e jep meritën që e ka, për shembull se veshin pe veshin keq. Ja qa jo mu shumë për më bëngon, ka një herë që të shoh, o, zote ma këngëtarë. Po pata një pyetje se kur e shoh veshin e hasit që e kam pa në për foto, a bën më shpjegu pse ky kollani ka këtë lloj forme, ç'a kupton, ç'a do të thonë? Kjo e ka domethënien, për shembull se përpara, nona jeme, gjyshja jeme kanë bajt ujë më bori. Edhe këto. Edhe këto kanë. E sot mundesh me vuj kafe. E sot për kafe të rejat. Djepin e kanë vu qështu dhe kanë lidh tojën. Këtu kanë shkunar me prashite, me korre. Kjo ja u ka majt gjysën e pjesë djepit thmell. Se e kam pa gjithmonë, po asnjëherë nuk e kam kuptuar pse e ka këtë lloj forme. Ja, e kanë pas ato për një shkak. Kollani për shkak se kanë bajt ujë më bori për qatë punë. Kjo është kanonci për para, që e vnoj, kjo e në arfonët që e maj. E veshja e hasit që ka shumë ngjyra, ka në simbolik në do me thonjë se ka i nërmit në ngjyra. Nuk e di, kjo është që kjo tash, për shembull është si mas qefit tunë. Kjo tash, ka bojmë tash, a për shembull ato i kanë, vjetrat e kanë simbolikët që i kanë ato si krahna, si dizajne janë të muqme, ato janë shumë ma të forta se këtu. Këtu ma të bukra mi po. Po, se kanë ma shumë gjyra po. Jo, ato janë më dëmëthonje. Ndërsa këto i kemi bo si mas qefit tonë. Nuk është nejsen që ka dishka për shembull. Fikse që nuk mundet me dalë prej saj. Ja. Këto janë krejt tjetër. Tash kjo është qefi si mas qefi, besa ka ngarku shumë. Se kjo hala ndrysho kanë, po tash të rejet e kanë ngarku, jashtë mose. Janë do gjona që i kanë shtu, që s'kanë pas kur të bëj me këtë veshje. Kur hiq. Po tash të rejet që shtu pedojnë. Se të kanë qetë. Lula. Sa ma shumë lula, sa ma shumë gjyra. Me na hje shumë, ma shumë. Se tash të rejet nuk kanë qef. Unë e bile i tham, ka një hera di kur e marrë këto më punu mu, tham, o dhe më se bëf shkur. Kur më se bëf, si zanat mësoje se në vjen dita që jashe herin. Dhe kuj do koft, vajzava, po grava, po kush ka qef, për shemë. Ju tham, o dhe më se bëf shit kur. Zdo më thonë o me bëf s'ka. Veç me mësu si zanat. Së zanat i mirë. Zanat dhe më thonë, kur pa buk s'ke. Edhe puna dorës në kujdes. Tash kjo, për shembull përpara, dhe fakt gishtin e ke pas ta i keni mu dikuj, ka një mu dikush, tash s'nimon. Tash vetëm është më pagesë. Shka do që të bëhet. Son është qefi. E qefi çdo herë paguhet. Për çata. Nonën teme e kom pas njoft në konë has. Për shemë, po ti kepi shafilonit,
Po. Si që të kuqët të mërëndshme të ljena që ju thëmë na, si ka njaca, si ka tofu, e si krejta, ato jenë kanë më t'i kep shafilonit atëherë t'i ki bo t'i shka. Po s'ti kepi ajo, sa se bo kur gjo. Ja. Se në kom pas shumë punëtore. Edhe e kam, po tash është plakë. Mi që falenderoj shumë. Inshallah mara Allah ma ka bon halal. E ma bon, se një zanjot që me pas lip ku me ditë shka, s'une kisha marë. Kështu non steme kur kom qelë, lokalin i thash nona pa vjen më mësu, tha u që i pa jeme, e vetë një ati që ma lype. Thash ti e disë të në herë të ku basë qithë. Për para kanë qëllis me Gjergjeth. Po. Me Gjergjeth Drunit. Unë zakonisht e kam pas motrën këtë veshje, ka shku nuse. Po. Me qëtë veshje. Ajo tani sa her ka ardhë është që të punu, unë e kom marë, ajo është që unë i mullë, se e kom pas qikë. Dhe më hanë sa herë Se pas një lënë rënë tokë. Ja. E kom marë sa herë se e kom pas në qikë. Gjithmonë. E që sot qefit ja kom pa herin. Po dhe nënë s'po. Se nënë është. Sa herë kur ta thirë e falenderoj. Aja më të vërtet më kalan, po dhe unë ja kom lyp. Se ka pas edhe tjerë për para. Po kërkush nuk ja ka kërku. Si zanjat. A unë kur kom që i lokalin i thash, a bon thash nënë që shtë më ardhë. Se pe që i lokalin tha u që i thejme më njëherë, thave që a i e zoja. Thash po ta shumë, dardha në mogë nuk pikë. Dardha pikë në dardha. Kështu që thash u bia jote jam. Duhet edhe unë më mësu. Tani këtu të rijet është shumë zamet me bëmi prej se kushtojnë. Pa ta marrë vjetra për i grave. Ato në shujnë, janë të ljena, ju thojnë bugoseta. Muqme. Edhe i mora, thash në tim sëmë që tu, tani une i bëjt tjerët vetë që luqë. Halaki se ki menua dhe shamin. Tash për me ta kap shamin, do t'i bën këta flok bashk, bistek i bojmë. Po për shkak kohës, na duhet, dhe më thonë veç pak, sa për me ta verë veshën e hasit. Se kje dënë, mi bo bistek ta. Për mës më t'lujt marhama, për shemë njëzve që ja veshëm, darës më kur këcel, dikush ka qef më këcy fort, dikush s'ka qef, po kja duhet më ka në shtërmune. Se mës më ka në shtërmune, ti nuk një rahat. Aty në që s'kanë tërpë, që këcejnë fort, do ashtë të nga një fort. Ajo është lirot, po e si a veshë mira, ajo i bje krejt. Ja. Ama una si familje dhe nona jeme dhe une, motrën e kam kushne e martune dhe ajo, ja ka zanat me vesh, kam do që ta vesh, halal. Se nuk i livret gjo. Une vetë kërë kom vesh, kur ma ka vesh, dikush që ja ka pas zanat, jëm një rahat. Kur s'ma ka vesh qaj që si ka pas zanat, unë me njëherë kom desh dhe si një rahat. Se mu doke që pëmbin gjithë shka. Apo kuptan? Edhe për që ata, kjo është shumë e zashme. Që të flok që ti ka pa ty, këta duhet më bëtë 2 bisteka që to, një bistek që to, për më të najtë qysh duhet. E tash për shkak kohës, unë vesh ti ka pa më lastik, për më të anuë marhamën edhe shamin. Kjo është marhama, që ndohet për mrapa, edhe kapët ka nelt. Ka pas kohë njerës që kanë shpu dhe kryet, t'jo kapë. Shala se ka matë në fa. Ja, më s'ki gajle, do të mundohem, dhe në maksimum. Sa ma mirë. Që? Është shaminja. Kjo është shaminja.
Sa I thonë shami. Kjo tash kur ta ndoj krejt ndryshe. Dhe më thonë, ndryshe, krejt bëjt është pësia, ja. Që, kjo është shaminja. Kjo është shaminja. Edhe, kjo është marhoma. Që. Tash ta ma një enunciacione. Qoho. Të tash jema e dhe lullën. Ta ma e dhe një lullë kuk. Hajde ullu. Kjo është që të ndon për shkak të zbukurimit. Qashtu dhe në dhe veshja. Që bashkët aja une atë asyra Sa se the mindilin. Dhe mindilin të aja. Që kjo është veshja ose. Që kjo është më shumë ngjyra, edhe me veshët dojnë kret, po A ka në i dasën diku rotull të shkoj direkt, së me që jam gati. edhe kjo është pak si para kohe, Para kohe. se tash para vitit të ri e kemi edhe një farë gjëmbuze që bëhen do darsa. Nëse unë sot e Amo- hamës me bo provat pra, me pa më shko në ajo. Edhe ka infermiere, ka gjithë shka që e lipin me vesh. Viq për pak, a bën për një foto, a di ka shumë. Në më e veshin gratë pakesa. moshave të ndryshme, nuk është që e veshin vetëm vajzat të reja. apo Jo, diçka të ja, re. moshat shkat janë vjetra, nuk e vesh. Nuk e veshin. Për shembull, çifti jem edhe në 10 sa se kam në nuse, tani mos A pse kur baheni me nuse, kur ja baheni- lironi radhën E, atyne, se bravo. fillon konkurenca Po, atëre. normal. Atëherë është nusja vesh, jo vjera duhet me këqyr nusën. Vjera le ta veshin atë veshin që është pak ma e Po, e, ajo vjetër, po. edhe të rejat e veshin të Vjetër, atë. për shembull, unë kam vjetra shumë, që I kam këto në nërman, që I kom marrë për shembull, këto veshjet, I kom marrë, që ja kom marrë grave, edhe në zoncët, në shkollë, për festa, këto janë të nënëve tona. Po. Që to janë të nënëve tona që I kanë pas nënët tona. Se tashmo këto si vesh kërkush. Qëri, këto. Për shembull, se unë I kam shëndru në veshje kombëtare. Se kjo është ka një mlojës Po. e djepit E djepit. që kanë pas për para. Kjo është me qëllim I marrun, Po. me lesh. Nuk është, e që to janë dizajn edhe dhe më thanje kanë. Për ato që holumton që din për shembull Që ka din, arti. po, simbolikën se çfarë Po, ka. simboli. Ai mundet me I zbulu këto shka janë. Që kjo vesh, që kjo model qështu. Nona jeme kur kon vajz, e ka marru, po ndërkohë dhe unë kom hisë, qatë shumë që kom pas qef me ditë. Kjo dhe më thonë 7 herë veç më një vem e shtin gjilpanën. Veç më një vem 7 herë. Edhe I nëzirë dizajnet, qysh dënë ti? Dhe më thonë, qysh e keni bo plan, qashtu del dizajni. Që për shembull kjo është tjetër. Qëtë më, dhe më thonë, qëtë punë e ka, po është model tjetër. Që I kanë bo në tona. Këto ka, të janë kanacët, Me pe me tel, I thonë, që I kam gjuhë për I. me tel, me gjilpon, janë bërë me dorë. Po. Këta për shembull kanocët janë që I kanë bërë për para nënët tona. Ta vënojmë dhe mindilin, ta manusa A ka do më cilin dorë, në cilin gisht? që shpirt jem që tu, Okej. edhe okej. që tash ta mon nuse. Edhe vënë dorën këto të shaminja, Kësho. po ha, jo me këta. Këta man përpjeta dorën A, dorën tjetër e ka këso, se I kam po në print, e kam po, po nuk e dita me Ne këto jena me më jardam. Nuk e dita me këto me shamia, pa shamia. Ja, që edhe këto për shembull çka I kanë bërë ato. Tash s'ka mo. Tash s'ka kësi. Për shembull unë që to I ku marr për grava çka kanë pas më herët, se tash ku I gjan këtu. Edhe jemi djeg, Po.
në luftë jemi djegë, se kanë pas krejt, ka pas nana jeme, kanë pas gjitha nanat, po tash shumë pak, unë shka e ku marrë do shka e në konë, vajzat i veshin që në festival, i veshin për ditë shkolle, veshin për najdarsëm, për di shka tjetër këto si përdorin mo. Qikët për para kanë vesh kule edhe këta. Kjo ka një leki, kule të zeza, kanë asin për para e është që i vajzë dhe shamin në kokë. Tash s'ka masi, to kanë hetë. Veç që to trashigimin e nanës s'kom pas qef me hup se është kanë e njofne. Nana jema është kanë e njofne, për që ata kom pas qef me bë punën e saj, se ka pas punën e mirë, që dhe këto jenë kanë vek, unë i kom bë, të jenë kanë marhamat, njënave tona, unë i kom prej, kom bë për veshje komtare, se s'ka ma kësi. Ja, tash s'ka ma. Dhe më thonë, unë që kom hinë qëtë punë dhe pe baj, se për ndryshe këto si vesh kush ma. Që edhe kjo, për shemëm njënave tona, që pak tash, pak të kërkush s'ka kësi, që kjo është pelhurat. Ta më pelhuar që është duhet më kanë e hasit, kja është. Mirë po tash s'ka kësi, tash duhet me të qësi, shka përshkoj me marë në Turkije. Mirë, shumë mirë besa, se mase që s'kemi kësi dhe ato mundë mos mi pas. Po, ka dalë teknologjia dhe po vazhdojmë. Me këtë që na gjinën, në rrëth. Po, bërë qatë vers, që shtu. Faleminderit për juve. Faleminderit edhe për ju, që të morëm kohë, e bom të lashe, por është pata shumë qef edhe me vesh vetë, edhe me tregu punën tuj, sepse është një vlerë kulturore që nuk du të më humë, du të më rrujt. Nuk e di, a dy ju kishtë të thonë në i përosi ose diçka vajzave të reja në lidhje me veshjen e hasit? Vajzave të reja nuk ma merë mendje. Shumë pak. Shumë pak. Muj me thonë nështë ta 20%. Nanët nështë ta kur bohën si në avato, muj me di dishka, asaj që i interesën. Se unë e kam edhe qikën e kunatët tem, se ajo ka qef, qësh për thamune, ajo ma merë mendja mi hi fillit e mësën se e ka qef. Për ato që se ka qef, ka të fare, veç i thush, ka të se beli për këtë vesh i hinë për atjetërin. A dy kështë thonë të rejave, mja ulonë si thirje që mos ta humin këtë vlerë kulturore. Mas pari, që sajna qikës kunatët që punën më mu zakonisht, kësajna i thamë non-stop. O, kur më se banë? Apo kupton? Edhe më se banë shkur si zanat mëso se vjen dita që dhe vynë edhe ty. Se unë 46 djeti kam, dhe më thonë 42, jo 44, po 42, kom hinë këtë zanat, se që 2 vjetë jam këtë zanat. A ma qefe kom pas qysh fmi. Qysh fmi, kur e ka marrë nëna më emë, unë e me gjithë ta, kur ka marrë nëna më mlu, unë e me gjithë ta, në vek për para që i vinë, sheshëm pejt, në për leqe, në për shpate, me emë, me mlu, një herë janë shumë ndo. Ku janë se për shemë të janë qërë leqët, ku i ka më përshe? Edhe këto janë të vekit. E ato unë gjithmonë kom pas qef më ndërhyjë gjithkon. Se ka pas zemra që më thonë kam pas qef gjithë. E kësajna non-stop i thamë amon, oj qikë edhe më se bafsh, kur mësaj e bërë si zanat, mësaj e zëzi kur ki me thonë shkam ka thonë, për nuk se dhe është, po pasha, qikë teme nuk kam vetë. Kam qef, nesër mas tese, po bëhesh me reja, dalim po isha la rejve kam qef mi avlon, ajo që e merë, ajo që se merë, shnash. Zënja Hikmete, shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve, faleminderit që gjithë të kohën dhe që nuk përtove. Jo as pak. Nga pajtimi i gjaqeve, nga veshja tradicionale e hasit, nga zakonet e vjetra, largohemi nga hasit duke marrë jehonën e tij me vete. Deri në puntatën e radhës, qëndroni me ne dhe mirupafshim nga zani i fshatit.